dysmoj, po nga ana tjetër të tregoj që ai vazhdon të kërkojë të drejtën e vet. Ben, duke ndalur pak tek gara për Tiranën, Rama dje thirri padyshim deputetët e Tiranës, ministrat, por nga ana tjetër kemi dhe opozitën. E cila duket se nuk ka ende asgjë të qartë. Berisha foli pak më parë, besoj për edhe u pyet nga gazetarët për atë çfarë do të bëj, dhe Rama kërkon të bëj blitz, ta bëj sa më shpejt gjithë këtë situatë dhe çfarë duhet bëj Partia Demokratike. Jo çfarë po bën, por çfarë duhet bëj në këtë situatë. E para fare është ajo që të paktën shumë individ ja kanë bërë qartë Partisë Demokratike që në pranverën e vitit kaluar ata duhet përgatiteshin për zgjedhjet lokale dhe duhet kishin identitetin e kryetarit tyre. Ata jo vetëm nuk e duan bashkinë, po nuk e shikojnë dot bashkinë që të promovojnë një figurë tjetër. Dhe dini pse? Sepse personazhi që mund të amplifikohet tashmë si kryetari i Bashkisë Tiranës dhe mundësisht të jetë sfidant dhe ta marri, keni parasysh që është rrezik real për zotin Berisha. Keni parasysh edhe diçka tjetër, që bashkia e kryeqytetit të një vendi është pragu drejt pushtetit të përgjithshëm. Këtë ke Partia Demokratike din shumë mirë dhe përçarja e tyre është aq e madhe sa ta u mjafton të bëjnë këto lojra dhe për ta shmangur vëmendje, se sa të mendojnë për një kandidat dhe t'i kthejnë qytetarit të Tiranës, t'i kthejnë një bashki e cila ka kohë, e cila përballet me problematikat mëdha. Dhe po ta keni parë, më shumë në këto ditë ka silogjizma nga ana e njerëzve të Partisë Demokratike, ka lodra fjalësh, po nuk ka realisht përfaqësime direkte, ndërkohë që Partia Socialiste jo vetëm kanë shpall kandidatin, po ata sot kanë nxjerrë dhe njerëzit politik të cilët do ndihmojnë në qarkun e Tiranës. Dhe kjo po mendoj që e tregon opozitën që realisht nuk do të vinë pushtet, sepse pjesa e tyre që e drejton është pjesë e cila është shumë komode me këtë lloj pushteti që po i lejon zoti Rama. Problemi është për qytetarin e Tiranës, të përditshme. Ju keni parasysh që tashmë Tirana ka një nga problematikat më të mëdha të infrastrukturës saj që lidhet me ujin e pishëm. Dhe jo thjesht kryetari, por leadershipi i Bashkisë së Tiranës duhet të bashkëpunonte me pushtetin e përgjithshëm për të gjetur modalitetet për burime të tjera ujin për qytetin tonë. E keni parasysh kjo është e pamundur, ashtu si është e pamundur shumë problematika të tjera në qytet. Prandaj duhet të them që opozita është e kënaqur me këtë lloj. E kuptoj, por duke ndalur pak, padyshim jo vetëm te Tirana, sepse tashmë Tirana është më kryesorja dhe nuk ka asnjë diskutim dhe asnjë debat në këtë pikë. Por do jetë garë në 6 bashki. Pra nëse mendohet që PD-ja nuk është gati për Tiranën, çfarë duhet mendojmë për bashkitë e tjera, të cilat ndoshta kanë dhe më shumë kohë, që janë dijeshe që do të kishin zgjedhje. Paktën për 3 prej tyre. Janë po kaq se pa përgatitur, po keni parasysh që zgjedhjet do bëhen në bashki kur ata kanë fuqi të mëdha në bazë socialiste. Pra kemi Matin, Beratin, Tepelenën, Vlorë, Tiranë, Cerrik. Po. Qartë. Keni parasysh në të gjitha qytetet ata kanë supremaci socialiste. Dhe ky është një problem shumë i madh sot që edhe ti ke shumë shqetësim për të çuar individin në zgjedhje. Dhe prandaj me çka kam parë, Partia Demokratike jo vetëm nuk po shkon në bazë, po ta keni parë me kujdes, është ajo që ju kam thënë edhe në një nga intervistat që kemi bërë pak më parë. Ata nuk kanë bërë akoma analizën e vitit 2021, jo të bëjnë analizën e vitit 2025. Prandaj ata jo vetëm nuk do e bëjnë, po dhe nuk do shkojnë në bazë. Njerëzit që do nxjerrin janë njerëz të momentit, sepse Partia Demokratike nuk e ka më bazën dhe ky është lajm i keq. Partisë Demokratike i shkërmoqur baza dhe ka humbur kontaktin fare me kontaktin kapilar me leadershipin.
e partisë. Prandaj Rama ka mundësinë që ta shmangi vëmendjen fare nga qeverisja e vet. Dhe po ta keni parasysh tash, në momentin që është bërë dhe lajm ndërkombëtar me ministrën virtuale. Po me diellën. Ai pothuajse nuk e llogarit. Nuk e llogarit fare dhe ky është lajmi më i keq për demokracinë shqiptare.